إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Dersën e kaluar përfundum falem për pikën e dytë të imanit kur e ka pyet jem të fol për shtyllat e imanit të cilat i ka treguar pejgamberi alayhis salam kur u është përgjigj Gjibrilit ahbirni anil iman tregom çka është iman el iman an tu'mina billah wa malaikatihi e përfundum dyjat dhe tashim u kutubihi dhe librat e Allahut me besu e treta pra pastaj ngelen edhe tri tjera el kutub është shumësi e kitab librat shumësi librit me kuptimin me këtu diçka që është e shkruajtur pra libri është i shkruajtur qëllimi me këtë shtyllë të tretë është janë librat të cilat Allahu ka shpall pejgamberëve të tij si mëshirë për krijesat e tij edhe udhëzim për ata për krijesa që përmes këtij udhëzimi përmes kësaj mëshire cilat arrihen edhe përmes librave është që të jenë faqebardh të lumtur në dynja edhe në ahiret imani besimi në librat e Allahut përfshin 4 pika pika e parë imani besimi se janë të shpallura nga ana e Allahut edhe ato janë hak. Aty nuk ka diskutim pa kur fare dyshimi, pak diçka me dyshu, me mendu, me shku mendja njeriut, që është 1450 vjet. S'ka mundësi pa kur fare ndryshimi me ardh deri te na ai libër. Është shpall para 1450 vjetëve. Vetëm pak kështu. Ose a thumër a është e vërtet del prej feje. Sepse Allah po thot inna nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Na kena shpall këtë libër edhe na e ruajm. Allah po garanton. Ky është dallimi mes Kur'anit edhe librave tjerë. Do të imam. Pika e dytë pra, pika e parë, këto libra janë hak, janë të vërteta, janë shpallura nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Këto janë fjalët e Allahut. E dyta, me besu se për ato libra të cilat Allah na tregon qoftë në ajetet e Kur'anit, qoftë në hadithe, me besu me ato emra. Për libra të tjerë vetëm në mënyrë të përgjithshme besojmë se janë librat e Allahut, se nuk i di me emrat. A dim se çdo resul ka pas libër. Pa përjashtë. A nebi, në prej dallime pra është, nebi ka punu me sheriat me libër të ndonjë resulit. Aty nëse është shpall. Sikur shembull pra me emra Kur'anin, i cili është shpall Muhamedit alayhis salam, Tevrati është shpall Musës alayhis salam, Injili Isës, Zeburi Davudit alayhis salam. Dhe kemë fletushkat Ibrahimit edhe Musës. Këto përmendën Kur'an, s'ka tjetër. Vetëm mënyrë përgjithshme themi librat të pejgamberëve. Tjerë. E treta me besu çka është e vërtetuar
tregimet që kanë ardhur në këto libra. E dallojmë tash Kur'anin prej librave tjerë. Çka ka ardhur tregimet, çka kanë ardhur tregimet në Kur'an, pa kur farë dyshimi e besojmë. Sepse tregimet në Kur'an nuk kanë ndryshu, nuk ka krejt bota në kumë me uqu, me u mundu, me ndryshu, me shtu diçka, me hek diçka, s'kanë me pas sukses. Bojnë do një liber, e botojnë, por e nuk ndryshon, nuk do thotë ajo, se ngel. Në prej dallimeve prej librave tjerë, çka është? Librave tjerë. Po e marrëm ato çka kanë njerëzit sot në dorë, pretendojnë se janë të Allahut. Ashtu original. Original është vetëm Kurani. Bibla nuk është original. Bibla përbohet prej Tevratit, Injilit, Zeburit. Dhjata e vjetër, Tevrati. Dhjata e re, edhe psalmet i thqunë. Musës, Isës edhe Davudit. Pe marim Injilin, Ungjilin. A ka një Injil? Allah një ka shpall. Ka logjik, nuk ka shpall ma shumë. Në konferencën e Nikeut, vitin 272, Nikeu është izniku i Zotit, në Turqi. Atër Bizantion ko. Është majtë që një simpozium i madh, pse po e pranon imperatori Konstantini, zyrtare, po e bon fenë e Bizantinëve, po e bon krishterizmin. Po ka pas, thu dikun, ma tepër se, ose rreth 100 versione. Një është po, ka orë deri te 100. A që kryet vetën, çka me bo, duhet të zgjedhim një. Fund nuk kanë mujtë marrë deri te një, po kanë orë te 4. Nëse nuk gaboj, Markut, Gjonit, Lukës, edhe Ivanit, dikush Ivan, dikush Jovan, varësisht katolika ortodoks. Po edhe 4 është, s'po ti qysh kanë ftyrë me folun, s'po marrë vesh. Qysh 4 jo. Një është shpall. Mene në faqet parë, genealogjia e Isës a.s. Baba, e ditë s'ka pas bab, po këta po hinë. E kanë qëllim me orë të Ibrahimi a.s. Edhe tash, të njenin nuk e di, mos merrni për fjalë tash. Shembull po marr, se nuk e di numrat saktësisht. Shembull, të njeni është 25 gjenerata mes jon, mes Ibrahimit edhe Isës. Të tjetri 30 shembull, të tjetri 34, të 25. Qysh bën kjo? Bile s'kuqë pak. Mos Biblia, çka Biblia? Ne besojmë se libra të Allahut që ka shpall. Por edhe dim saksisht se Allah na tregon se nuk është ai origjinali. Kanë ndërhy dora njeriut. Edhe thuhet në ndikimin rrethonave politike kanë përgjedh këto 4. As i më sakt është i Bernabeut. Ku aty shkruan se Isa është pejgamber, nuk është djali i Zotit. Këtë trinitetin e ka shpif, e ka qit Pavli, i cili sukon havariun, ta më puna havariun. Havariun do të thotë sahabe. Ta më puna sahabet me bo shirk. S'ka shans. Asni sahabe, asni pejgamberi, Zotin si të bën shirk, del prej femu nuk është ai sahabe. Definicioni sahabe, çka është? Ai i cili e ka pa, ose e ka ndëgju pejgamberin a.s. Edhe ka vdek si musliman, edhe ka vdek si musliman. E kuptut? Nëse ka qenë musliman, ka vdek si jo musliman, muaj nuk është sahabe. Si të del për feje e hup atë thirrjen e lartë sahabe. Kjo vlen për çdo pejgamber. Ai i cili e ka pa, ose e ka ndëgju, ka qenë verbër, e ka ndëgju. O shoqëru, qoftë edhe pak, një kohë të shkurt. Edhe ka vdek si musliman. Besimtari i cili ka nejt, ka ndëgju, e ka shoqëru Muhammedin s.a.s. Edhe ka vdek si musliman,
ai është sahabe. E ky definicion vlen për çdo pejgamber. Pra, rrjedhimisht kjo me këtë logjik automatikisht bën se ky Pavli sor sahabe Isës. Allah e qun havariun sahabet e Isës. Ky është kurse ka po Isën. Po ka fjalë se as këta sahabet si ka pra si mas atyna, as tabi nuk është. Ky ka qitë këto, ky ka qpif. Ati, biri, shpirti shajt. E qka është kjo, cilë është Zoti? Qka është Isa? Kanë shumë verzione. Një verzion, kanë shumë sekte. Dikush prej tyne beson, thotë është vetë Zoti, e udhu billah. Dikush jo, nuk është Zoti, po i biri Zotit. Dikush jo, thotë është pjesë e Zotit. Cilën të mërsh, qyrë Zoti, njerëzimi as ka pas para tina Zotit, sa i ka lind, po ditë që ka lind. E mirë, deri të lindë e ti, kella vë hasha. Po këso analizat logjikshme po bëjmë se njeri më rëndësith, subhanu e ta'ala ama yushrikun, subhanu e ta'ala ama yasifun. Allah është i pasërt i dlirë, për asoj se qka i mveshin Allah. Allah është i pasërt i dlirë, për asoj se qysh e përshkrujnë Allah. Thash përshkrujnë, ata qka po besojnë. Proskorish i bjen kjo automatikisht. Se të po thu krius, a vetë o kriu. E qysh kriu se kri... A e normal që ka e të folë. Para tina që ka kam bu me 1000 vjetë njerëzit. Jo i biri Zotit. Nuk ka për çdo krijese lind krijesa e llojit njëjtë. Qysh prej Zotit me lind njeri. Edhe kjo bjen. Jo pjesë. Atëherë Zotit për të kella vë hasha. Për e këtë i mangët për qatë pjesë. La. Nuk ka logjik. Po, këshyre, mere qështu edhe mos pyt. Qëto e kanë ata. Nuk lejot me pyt. Të ata janë ka tabutema. Në prej ty në është triniteti. Mos hiknena, mos pyt. Qka kom thonë, në islam nuk ka tabutema. Qka dush pyt? Qka dush pyt? Dhe budallaki, por me përgjigja bojmë me dje se kjo është qka po pyt budallaki. Nuk ka logjik kjo. Edhe po kthejna të ajo konferenca kanë ardhur në këto 4 verzione. Që logjikisht një shpallë është, një libër, nuk ka 4. Lëmër ma mirë 4 se 100, bile pak të redukojmë se 100 për stepër. E pse ka shumë verzione? Pse në Kur'an nuk ka shumë verzione? Sepse Allahu ka premtu që Kur'anin ka me rujt prej ndryshimeve, prej ndërhyrjeve. A libra tjerë nuk ka premtu, nuk ka garantu për ato. Po edhe pse, sepse do të vjen një libër pas. Pas Kur'anit nuk ka mu libra. Detyrimisht duhet të ruhet kjo, ky libër. Po dhe të kishin qenë original, prap ishin derogu. Se tash erdhë, ajo është libri jem, kjo është libri jem. Tash unë e kom shpall, të dyjat. Unë e po dhe mu, kjo nuk vlen, kjo vlen. A keni qartë, libri jem është. Unë e tregoj, cili libër vlen, me cilin libër me punu, me cilin mos me punu. Po supozojmë se është original, s'ka ndryshu. Allah thot le, e këtë e ka po atë fletushkën, ka qëllu se tash nuk e kem në atë kodin me ditë cilin faqe ku kanë shtu e ku kanë hjek. Apo kupton? Mund do diçka ja kanë qëllu ku nuk kanë dërhynje dora njëru, s'ka prej. Tjetër. Edhe mund do diçka, pra cili është rregulli, nëse vërteton Kur'ani e besojmë, nëse e demanton Kur'ani e refuzojmë, se pranojmë ato. Nëse as ashtu as nuk e dim, se me refuzu mundohet është fjala e Allahut e refuzon, nuk bën.
Me vërtetu mundohet është fjala njeriut gënjeshtër, po që ka ndërhy, atëherë vetëm heshtim, edhe kjo nuk bën. Kur përputhet me Kur'an, atëherë pranojmë. Kjo tek ka fjala Allahut. Këtu s'pas ka ndërhy dora njeriut. Nëse është e kundërta, kundër Kur'anit, ndonjë ajeti, a këto është qarë poshtit. Këto pas ka ndërhy dora njeriut. Këto nuk e pranojmë, e refuzojmë këto. Asa ashtu nuk e di. Zguzoj asa ashtu me thonë, mundohet vërtetën e përgënjeshtroj, mundohet gënjeshtën e vërtetoj. Heshti. Edhe i ka thonë, Omerit, çka është kjo? Prej të vratë qërë fjallë, ta më është jetënu pejgamberi s.a.s. Pashallah, ti shkon Musa gjallë sot, mu më kish pasu, kish punu me Kur'an. A ti nuk ka shpall të vrati. Jo ty. Jo ti që zbon me punu me ato. Po dhe Musa ti shkon, kish punu me Kur'an, jo me të vrati. A të vrati ati ju ka shpall. Sikur Isa, kur zbret? Me Kur'an punon. Gjykon me Kur'an. Shërat e ka Kur'anin. Jo shëratin e vetë, në nëzit qka ka si. Çdo për Resul e ka shëratin e vetë. Çdo Resul. Mirë po tash, Kur'ani është. Pra, e dyta qka ke, i besojmë me emën librat për të cilat Allah na tregon. Libra tjerë, këtu 4 i cekëm, libra tjerë në mënyrë përgjithshme i besojmë se janë libra të Allahut. Që e kam nuk e di, pse s'ka tregu Allah. Pika 3, besimi për tregimet të cilat kanë ardhur edhe janë vërtetuar me Kur'an. Të cilat, pra, me bindje të plot besojmë se janë të vërteta. E para, ndërsa nga librat e përparshme, tash si barometër, si referencë e kem Kur'anin. Parzit e thash këtu. Përputhje me Kur'anin e besojmë, e kundërshton Kur'anin, e përgënjeshtrojmë. E 4, me punu me dispozita të librit të Kur'anit. Kjo është. Pra kjo është qëllimi që ka shpall Allahu libra. Me na tregu se si me punu. Edhe këto me plot kënaqësi wa rida wa taslim bihi. Sawaun fahimna hikmatuhu am lam nafham. Allahu akbar. Pra i dorëzohemi me plot kënaqësi pa marrë parasysh a kena kuptu hikmetin, urtësin, asoj dispozita se kena kuptu. Allah po në ordon me u falë. Allah po do të me agjeru Ramazanin. Pse një muj? Po ordon Allah. Me plot knatësi, me plot dëshirë, me plot vullnet, teslim, i dorëzohemi këti urtë të Allahot. A me onë pse një muj, qka po di pse një muj? Pse pesër më falë një, qka po di pse mesër? Me plot knatësi e falë nga pesër. Pse sa po 2 recate, dreka e kindia acia 4 akshamit 3, nuk e di pse. Jo une, kërkush nuk e ka, as Muhammed se ka ditë. Pse? Pse sa po akshami acia me zo, dreka e kindia pa zo. Recati 3 akshami pa zo, i 3 4 jacis pa zo, pse nuk e di pse. Po qashtu e ka bu pejgamberi sa qashtu e bojmë. Me plot knatësi, vi rida u teslim, se van, pa mor parasysh e kuptum hikmetin as e kuptum urtësin. A mor vesh pse na se mor, pse 7 herë tavafin, 7 xhiro, çka po di pse? A guxoj me thonë, ja pa marrë pse nuk se bëj. A guxon kështu me thonë, e udhëpila. Pa më kallëzu dikush pse me falë sa bojnë 2, dreki kindi jaci 4 akshamin 3, a nuk falëna. La ilaha illallah. Allah s'ka tesh me na tregu. S'është me rëndësi. Të kishte qenë me rëndësi, pa kur farë dyshimin na kishte tregu, pa kur farë dyshim. Të gjitha librat, përpashëm, janë derogu me automatizëm me shpalljen e Kur'anit. Kur'ani madhrushëm. Wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq
Dhe ty ta kena shpall Kur'anin. Ta kena zbrit Kur'anin me hak, me të vërtetën. Musaddikan lima bejne idej, cili i vërteton librat, cilat janë shpall përpara, min el kitab, muheiminen alejhi. Muheimin, mbrojtës, rojtar, i runë, ato librat e përparshëm. Pra, që ato jo tash i runë prej ndryshimit, jo, po dispozitat që ka urdhëruar Allahu janë përmbledhur tash në këtë libër. Dhe nga kjo nënkuptohet se nuk lejohet me punu me çfarë do dispozitet librave të përparshëm nëse i përgënjeshtron Kur'ani. Përfitimi prej librave të Allahut është se e marrim vesh që Allahu qysh na mbikëqyr kujdeset për neve. Na don, po më dojnë neve njerëzit. Edhe për shkak që ka shpall libra Allahu që njerëzit të udhëzohen. Edhe e dyta, nëse analizojmë e këshyrim, Allah po na tregon për pejgambert përparshëm, e shohim urtësinë e Allahut, qysh ja ka caktuar shariatin i përshtatshëm për atë kohë. Për çdo kohë, për çdo vend, shariati i cili dispozitat cilat më shumë të i përshtaten atij populli në atë vend, në atë kohë. Me përjashtim, pra, gjitha shariatet janë përkufizuar në kohën e hapësirë. Kur'ani nuk ka përkufizim as në kohën e hapësirë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dallon me 5 gjëra për pejgamberëve të tjerë. Një prej këtyre të pestave është edhe se janë dërguar bu'ithu li qaumin khas për popullin e tyre. O bu'ithu li ametin nas, unë jam dërguar për krejt njerëzit. Vetëm një pejgamber u dërgu për krejt njerëzimin, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Gjithë pejgamberët tjerë vetëm për popullin e vet edhe për çat kohë. S'ka pas drejt me shku te popull tjerë. Te për çita je. Mundohet ne të ku ka pas, s'ka ditë s'ka pas. Nëse ju ka shpall Allah për ndryshe, s'ka pas qysh me marrë vesh. Me 1000 kilometra larg, në atë popull në pejgamber, këtë popull në pejgamber. S'kan ditë për njëri tjetrin. Shtylla 4 o rusulihi, me besu pejgambert e Allahut. Rusul është shumë se resul, i dërguari, emisari, i cili është i dërgu për me u kumtu shpallin e Allahut. E patëm, shtylla 3 kënë librat, tash pejgamberi, çdo libër e ka pejgamberin e vet, ose e kundërta, çdo pejgamber për resul është fjala, jo për nebi. Çdo resul e ka pas librin e vet. Çdo libër i është shpall një resuli. Patjetër. Qëllimi çka ka qenë? Ka qenë që ajo që është shpall atij pejgamberit, që ai me u tregu njerëzve çka u është shpall atina, me besnikri, pashtu e pa hjek diçka. Edhe pa përjashtim, çdo pejgamber e ka kryer detyrën e vet. Nuk ka pejgamber të dështuar. Ka dikush ka shkruar do pejgamber audhu billah. Atëherë çka i bën kjo e rond është kjo. Kufër është kjo fjalë. Allah e ka zgjedh pejgambert apo edhe i bën se Allah s'pas ka ditë dështokun e ka zgjedh. Nuk këshyret, nuk vlerësohet pejgamberllëku i suksesshëm me numër të umetit. Me din hadithin, pa asnjë besimtar, hiç s'ka sahabe, hiç. Kur që ka besu. Ka pejgamber. Por ky është 100% i suksesshëm. 100% ja u ka transmetu, ja u ka kumtu njerëzve ato që ka shpall Allah.
Pa kur farë dyshimi. Asë një dyshim ma të vogël s'guxon me pasë. Inna uhajna i lejke, kema uhajna ila Nuhin, wa nebijine min ba'di. Resul i par ka qenë Nuhi a.s. Allah po thot, na i kena shpall Nuhit, na ty të kena shpall, ashtu qysh i kena shpall Nuhit edhe pejgamberve pas ti. Dhe pejgamberve pas ti. Wa nebijine min ba'di, pas ti. Para ti çka i bjen? Nuk ka pas. Kishte qenë dikush tjetër, kishte thonë, ty të kena shpallur qysh e kena fal, i kena shpall filan pejgamberit edhe pejgamberve pas ti. Kjo është e para. E dyta, argumenti i para. Argumenti i dytë, çka kena pas ditën e kalu, hadithi i shefatit, çka thonë Ademi, shkoni lesu hunak, e tregon gabimin çka ka bo, që e ka hungër pemën, po unë s'muna me bo shefat me ndërmecu për juve, mirë po, u yadhkuru lahum ولكن أوتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. Mirë po shkoni te Nuhi, ai është resuli i parë, pejgamberi i parë, që Allah ka dërgu njerëzimit. Buhari Muslimi transmeton. Patëm atë ajet edhe këtë hadith, që pa dyshim se Nuhi është pejgamber i parë. Allah subhanahu wa ta'ala thot në një tjetër ajet, ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tash me këto çka mësum? E pam ajeti paraprak dhe hadithi, pejgamberi parë Nuhi. Me këtë ajet pejgamberi fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka qenë Muhamedi baba e as njerit prej juve. Walakin mirë po, Rasulullah, Rasul i dërguar i Allahut, khatemen edhe vula pejgamberis. Khatem është vula pejgamberis. S'ka mu masti. Nuk ka popull pa pejgamber. Edhe pejgamber i cili nuk ka popull pa pejgamber, i cili e ka pas sheriatin e vet. Resul ose e ka dërgu Allah nebi, i cili ka punu me sheriatin, me librin e pejgamberit para prak. Allah po thot, laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budu Allah wa ijtanibu tagut. Laqad, pa kur fardyshimi, në çdo popull kena dërgu pejgamber. Emrusi përbashk krejt pejgamberit çka ka qenë? Me besu Allah, me boj ibadet Allah, an i'budu Allah, me boj ibadet Allahut, wa ijtanibu tagut, dhe mu largu për ibadetit tagutve. Çka është tagut? Krejt ata të cilët adhurohen përveç Allahut, e janë të kënaqur me adhurim, janë tagut. Do duhet me cek, janë të kënaqur me atë, kanë qef mu adhuru. Isa a.s. adhurohet, pa nuk është i kënaqur, nuk është tagut. Alia dhe kanë me lachet, nuk kanë të kënaqur. Po nëse adhurohet edhe është i kënaqur, ka qef me u adhuru, ajo është tagut. Pra largoni prej krejt adhurimeve tjera përveç Allahut me i bu ibadet. Ajeti tjetër, wa in min ummetin illa khala fiha nadhir. Nuk ka popull vetëm se Allah ka dërgu një qortus, i cili u ka tërheq vërejtjen. Sa ajeti tjetër, inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur, yahkum biha an-nabiyyun alladhina aslamu lilladhina hadu. Edhe kjo ajet po tregon dallimin mes Resulit edhe nebi. Na ju kena shpall Tevratin, në Tevrat ka huda, udhëzim, nur edhe drit. Ka udhëzim edhe drit, të dyjat. Me atë gjykojnë, punojnë me Tevrat. Yahkumu biha an-nabiyun, nebi, lajmtart, pas Musës. Alladhina aslamu, të cilët janë dorëzu Allahut, lilladhina hadu, të Bene Israilit, të jahudit. E ka dërgu Resul Allahu Musën, ja ka shpall Tevratin, pastaj në Enbiya, lajmtar, pas Musës, kanë punu me librin e Musës.
të jahudit. Pejgambert janë njerëz, nuk kanë diçka tjerëzakonshme, ndonjë fuqi mbi natyrore, nuk kanë aftësi, mundësi as me kriju, as me ndiku në ligjet kozmologjike. Nuk ka mundësi, njerëz janë. Allah subhanahu wa taala për Muhammedin alayhi salam, i cili është më i dashur Allahut, nëse kom drejt me thonë krye pejgamberi, zotëria e pejgamberve, po i thot Allahu Muhammedin, kul la emri, thujo Muhammed, la emliku nefsi nefan wala darran, illa ma sha Allah. Nuk posedoj, nuk kom ndor une, as ndoni dobi për vete, as dam, vetëm se çka don Allahu. Leu kuntu alimun ghaib, po të kisha dit, më sheftën, të kisha dit ma vonë çka ndodh, dhe nesër më, mas një minuti me dit çka, vetëm nëse Allah i ka shpall diçka. Në përgjithësi nuk di, po të kisha dit, leu kuntu alimun ghaib, nestakthirtu min al-khair, shumë të mira kisha bo, o ma mesine e su, nuk më kish prek as gja e keqe, diçka damshme. Pse po di çka ka me ndodh, ik. Tash me këtë ajet, kujna po i thot, Allah thuj se nuk din ti, Muhammed a.s. Ma i dashur Allahut, pejgamberi ma i madh, ky s'po din e qysh tjertë, shirk i bon Allahut, nuk falet, nuk beson, ai po tregon falltor çka ka me ndodh. Eudhu billah. E mirë, a nuk e gjen ndonjë fatkeqësi ato ose familjen e tij? Pa dyshim. Me të këshër, me studiu. E mirë pse se ka kallzu, mos shko atje se ki me po ndeshje. Djalit, burrit, vllaut, motrës, babës, nuhet, vetës. A u bëni ndeshje? Që mbaj ndeshje, po thot po di une? Qysh ndeshje? Qysh shkove ndeshje? Po njerëz budall shumë interesant. Ani me kafe, la ilaha illallah. Do veç orator, veç flet diçka musunal. Kom po edhe në për... Kom po, alhamdulillah s'pe këshyri, po ndonjëherë kësi kalim dhe me thonë, për sport ose për gjellna. Çka është qëllimi veç let fol musunal. S'ka lidhe s'ka flet. Bar. Vetëm po qysh beti, ai me këshyr gjyna është 2 saat mi hup, po plus edhe 2 saat masani pe këshyr mas loje. Komentet ato, jo ka bo kështu, jo ka bo, la ilaha illallah. Po, vetëm një të katërtën, 2 orë aty 4, ose ma shumë, 1 orë shkolluj vetë, knaqesh. Edhe këtu ta falltorët vetëm folin. Edhe njerëzit, aty plot gjin, plot shejtan, edhe ndërhyn, e hipnotizon këto, e bon për veti, e kontrollon trut, mendjen këtina që ka ardhë, çka po flet. Me këshyre, as mu taj najher, ose ajo, ose familja, apo në ndeshe në diçka, ardzot prej dikujta, bod në doni kallët diçka, ose diçka paqare, po pëse s'ka kallzu, që e kështu ka me ndodhë, mos e bo këto, mos shko aty, bëne kështu, mos e bo ashtu. Shumë let me vërtetu, vetëm pak me logiku, se është ka flet palavra. E pra Allah po i thot, u kuntu alimul ghaib, Muhammed, thujo Muhammed, te kisha ditë më sheftën une, gajbin, te kisha ditë tardhmën, lestakthirtu min al-khair, kisha bo shumë të mira, uma meseni esu, in ana illa nadhirun bashirun, ila qaumin yu'minun, li qaumin yu'minun. Edhe kur asnjë e keqe, kur gjë dëmshme, e pa këndshme, s'm kish gjetë mu. Pse kisha ik, pse pe di që ka me ndodhë. Unë jam vetëm se përgëzus edhe qortus, e para, qortus edhe përgëzus, për popullin i cili beson. Ose, kul inni la emliku nefsi darran wala rashada. Unë nuk kam në dorë për juve as dam, as udhëzim. Kul inni lan yujirani min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi multahada.
nuk kam mbrojtës, nuk kam ku strehona prej Allahut të askush. Edhe përveç ti nuk gjej ndonjë ndihmës, ku strehona. Prej Allahut me ik, ku me ik? Te Allah. S'ki tjetër. Se ka të kusht edhe ajet tjetër, Qul la amliku li nafsi darran wala naf'a. Ky ajet ke Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran. Nuk posedoj për vete as dobi as dëm. Ajet tjetër domin e përmend. Thuj, nuk kam dorë, nuk posedoj për vete as dëm as dobi. Li kulli ummetin ajala, illa ma sha Allah, përveç se çka don Allah. Çdo popull e ka afatin e vetes, s'ka dimit. Nuk mundet as me shty, as me vënu. As sekond, as ma shkurt se sekonda. As ma parë që nuk kanë diçka në vetë ndonjë që kanë ndonjë fuqi jashtëzakonshme, binatyrore. Muciza ato Allah jo bën ato. Shumë thjesht e morën, pse kanë hongër, kanë pi, jonë smu, jonë plagos, jonë përgjak, jo kanë prej kokat. Kanë lusi me top, edhe se babe birë, të dy t'i kanë prej jahudit. Pejgamber të vetë, Zekerion edhe Jahjon. Edhe pra tham, jonë smu. Këto për nga tregon Allahu për Ibrahimin a.s. Po thot Ibrahimi, kur po bën debat me popullin e vet, po munohet të shkreti u munu, da vet po ju bën. Çka ne ka bëni, po merr babën e ka pas si skulptor, i ka bo idhujt edhe i ka shit. Guri, e merr gurin e gdhend, ja jep një figurë caktume dhe i lutet atina. Para gjysore, çka ke para një ore, para një dite, çka ke guri? Po pse po lodhesh për që kishin tiktim? Çati gur, çaj guri është nisë. Me ç'formë ja ke ndru? A esenca është për mbajtje njëjtë. Mos u lodh drejt gurit probon, jo me guri. Po ky çka është? Po dhe ky guri. Çaj guri njëjtë. Vetëm dikon ke hjek diçka, ja ke dhënë një formë. E pra, po thot, Qale e ferejtu ma kuntum ta abudun, Ibrahim po e thot. Apo shini se kujna po i bën ibadet jo? Ani tu e pa kujna po i bën ibadet? Entum wa abaukum al-aqdamun, jo tash po dhe baballart para juve. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Krejt ata i kom marrë misione, përveç Rabbul Alaminit. Zotë gjithë botrave. I cili çka? Alladhi khalaqani fa huwa yahdin. I cili më ka kriju dhe ai më udhëzon. E para. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin. I cili më ushqen edhe më jep ujë, me pi. Wa idha maridtu fa huwa yashfin. Gjithçka vjen prej Allahut, po, edep. Nuk po thot, pro, ai më ka kriju edhe më udhëzon. Ai më jep ushqim edhe ujë. Ai më smun, ja. Unë kur smun, as po thot ai më smun. A gjithçka vjen prej Allahut. Po mos më thonë se Allah po të smun. Pa atë Allah të smush më smun. Po thot, edep që çfarë ahlaku që është njeriu besimtar duhet me fol me Allahun. Çfarë mendimi, çfarë besimi duhet me pas për Allahun. Çfarë edukate me Allahun. Kur flet me Allahun me edukat duhet me fol. Wa idha maridtu, kur të smuna une, ai fa huwa yashfin, ai më shëron. Unë smuna ai më shëron. Walladhi yumituni thumma yuhyin. Ai i cili më merr shpirtin dhe pastaj më ringjall. Çka është Zoti? Pra, kur krejt këto i kanë pejgamber të qysh tash me bo Zoti ato.
pas këm haru një tefsir shkurt për Kur'anin, po kthejem të shtylla e tretë e librat shkurt. E ka bo përmbledhjen e tefsirit të Taberaniut, Ibn Kathirit edhe Saadiut, edhe Uthejminit. Po thot, lidhe me ajetin, wa anzalna ilayka al-kitaba bil haqq, ty ta kanë shpall librin me hak, me të vërtetën. Pra, wa anzalna ilayka ya Muhammad, pra ty ta kanë shpall Muhammed Kur'anin e madhrueshëm, e cili është shpall me hak prej anës së Allahut Azza wa Jall, i cili është garantues për hak edhe për librat të kaluam. Fa akhbaru sidqun, tregimet i ka të vërteta, wa ahkamu adlun, gjykimet janë të drejta, me drejtësi gjykon Allah. Fela kadhiba fihi, nuk ka gënjeshtra në te. Edhe njerë, fjallë që topë, sidomos, fa akhbaru sidqun, wa ahkamu adlun, fela kadhiba fihi. Allahu Akbar. Tregimet i ka të vërteta, dispozitat gjykimet i ka të drejta me drejtësi gjykon, dhe nuk ka gënjeshtra në te. Wala rejbe ennehu min indillahi tebarek ve taala. Nuk ka kur farë dyshimi se është prej Allahu tebarek ve taala. Po këthim tash prap të pejgambert. Thot pejgamberi sallallahu, për me tregu se nuk jem diçka, çka mendoni, çka aludoni, ka ndodh, ka fol, thash është pak dyshim jon, a dreka e kindia, 5 recate. Edhe po thojnë, ka shumë transmetime, në Buhari Muslim, për mbledhje, kanë fillu si përshpriti me zveti. Ka dhonë selam edhe tash po bën dhikri pejgamberi selam. Çka po, çka keni? Ma dhak. Ka thonë Rasulullah, e hadatha fi salati shay, a ndroi diçka te namazi? Ka thonë jo. Salejte 5. Na ke fol 5 recate. Fëthena rijlej u kthy, ulun, واستقبل القبلة pra وسجد سجدتين ثم سلم. I boni 2 sejdë, pa u qenë kohë të më kthy ka kibla vendin e vet, që aty po dini tash qysh po bëhet dhikri, imami kthehet ka xhamati. Kto e kena prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka qëndruar në vendin ashtu i drejtuar ka kibla, derisa ka thonë pas selamit, estagfirullah, 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 Allahumma anta salam, wa minka salam, tebarekte ya dhal jalal wal ikram. Pastaj, shumicën e racave, është kthy ka xhamati, ose është shkuar dhe ka shku në punë vet. Po pa i thonë këto se ka levrit vendin. Trire sakrullah dhe Allahumma anta salam. E kur e ka marrë vesh, u kthy, por çka ka bu? Ka shtu. Edhe në recat ka shtu. Ka bu 2 sejdë edhe më ka dhënë selam. Edhe pastaj po thot, innehu law hadatha fi salati shay'un lanabatukum. Të kish ndodhur diçka, ndonjë ndryshim në namaz, ju kisha treguar. Qysh po ndodh tash 5 u bë, qysh mos më kallzu, ju kisha treguar. Walakin inma ana bashar mithlukum, mirë po unë njerëz sikur ju. Tash është fjallat e jashtashpalljes, jashtë dispozitave, edhe unë njerëz sikur ju. Ensa kama tensune, haroj çfarë qysh haron edhe ju, edhe unë haroj. Allahu Akbar. Fa idha nasitu fadhakkiruni, nëse haroj, më tregoni, ma tregni vërtetin. U idha shakka ahadukum, tash po jap rregullin përgjithësi. Kur jeni dyshim ahadukum fi salati falataharra as-sawab. Nëse keni dyshim në namazin e juaj, atër letë mundohet me gjithë hakun. Unë e thëmë, se s'ta këtë unë e thëmë, po më nuna pak
kthej kasetën. Nalo, mos lexo, mos lëviz, munohu me gjetë diçka sa recate e ki fal. Recat par lexova këto, qyr çka ki lexu. A lexova edhe këto, atëherë pas më fal 2 recate, jo. Se i lexova 2 sure, njërin recat, tjetrin recat tjetër. Atëherë 2 i pas më fal, jo. Edhe gjete, edhe vazhdon. Nëse jo s'munësh, atëherë e merr më të paktën. Po në të dyja rastet, jep selam. Felutime alehi, pas e pra, le të vazhdo me çato, çka e ka bindjen ma shumë se është e vërtet, numri recateve. Thume pasaj ju selim, pasaj jep selam, thume yasjud sejdetin, pasaj le të bon edhe 2 sejde. Nuk përmendet, po prap bon selam. Prap jep selam. Se fundit është selami. Nuk mund me met me 2 sejde, se u sejde me met. Me përfundu namazë, e kuptut? Jep selam, në këtë rast veç ka thonë selam, ose ka rasti tjetër, i ka hjek, prap edhe aty, dyshim të është, Elbera ibn Azib do këtë transmeton, Buhari dhe Muslimi. Dyshim të dreka a ikindia. Mas recati dytë, ka thonë selam. Edhe është kthy po bën dhikr. Ka ardhë dhul jedejn. Dhul jedejn e ka muru amnin, dur të gata. Gati të gjunti kanë orë dur, shumë gata e ka pas. E me ato edhe ndonjëherë si talë, si ajgare ka bo për kësem, ka pas një farlirje dhe tjertë, ka pas ma shumë liri. Pas që ka shku mendja, 2 dytin. A unë me përmirësu me pyet pse, kanë vazhdu dhe këta dhikrit. Disa sahabe kanë dalë me punë veta u kry. Na me korrigju, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po ky e ka pyet. Ja Rasulullah, hel nesit em gujr. A ki haru a undru namazi? Wala nesit wala gujr. As kom haru, as nuk undru. Jo, diçka po. Qysh, ma dhak, pse? I falem veç 2 recate. Dhe tjeta, po. U kthy, po tash jo, këtu i ka fal 5. Këtë rast i ka fal 2. Për shkak nuk u qunë kombëtar në këtë rast me 5, se çka me bu, mu qua dhe halat 6 me bu. E tash u i ka fal edhe 2. Pastaj, ka dhonë selam, i ka bu 2 sejde, edhe ka dhonë selam. Pse? Se ka hjek, mirë po, habia ka dalë në shesh, është kuptu pas selamit. A nëse je halon namaz, tehijatin, salavatet, mas recati 2, shamullje namaz drekës, edhe para se me dhonë selam, po të kujtu më veç 2 recati pas këm falë, që është i falë 3-ën, 4-ën, ullë është tehijat, salavatet, duat, i bën 2 sejde edhe jep selam. A kuptut? Se këtu ke hjek. Mirë po është tash, kur po e kupton gabimin, habin, haresen, a po e kupton të e ko në namaz, a pas namazit. Nësë është pas namazit, po, e këtu tash, thojnë alimat, edhe pse disa fukahat kanë kompliku shumë. Kanë të jo duhet, prej fillimit duhet, kur të bjerë. Pejgamberi sallallahu se ka bu prej fillimit, si ka u patu 2 recate. Janë vlefshme. Kanë kalu disa minuta, se kanë fillu dhikrin për bojt, tek ma vonë ka ardha i sabiu, bised me këta, disa vërtetu, kanë kalu disa minuta. Me gjithat, janë vlefshme pse, muhabeti ka qenë në rreth namazit. A nëse shkon pak kohë ma e gjatë, ose bun muhabet e tjera, edhe zgjatë disa minuta, para gjysore, para 1 ore, kom falë veç 2 recate, e tash prej fillimit e falë. Mirë po, mener pas namazit, edhe e qumë me dalë, po don prej xhamis, te derat kujtot, ose dikush ta përkujton. Ato 2 recate vlejnë, mbi ato 2 recate i falë edhe 2 tjera. Edhe e bon se visejtën, por tash e bon pas selamit. Pse? Gabimin e ki vrejt, pasi që ka dalë prej namazit. A kuptut këto? A te kështë diktu gabimin, tu kështë kujtu haresa, para se me dhunë selam, nëse ke hjek, atër i bon 2 se vësejtës i bon para selamit. Pas ta jap selam edhe përfundon. Pra, po thot se unë jam njeri si kurse jo.
Allah subhanu ta'ala I lavdron pejgambert e vet edhe I tregon disa veçori caktuar për disa pejgamber. Shembull për Nuhin thot innahu kana abdan shakura, ka qenë rob falënderues. Shumë ka falendruar Allahun, shumë shukur ka bu. Për Muhamedit alayhis salam çka ka thonë? Tebaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdi liyakuna lil alamin nadhira. Fisnik I lartë është Allahu. I lartë madhur është Allahu, I cili ja ka shpall Furqanin. El Furqan çka është? Dallus. Dallon të mirën prej të keqes, dobishmën prej dëmshmës. Kurani pra. Robit vet që të jetë tërheqës I vërejtjes për krejt botrat. Për njerëzit po, lil alemin, për botën bimore, për botën shtazore, për botën e gjinve, për botën njerëzore. Për krejt. Për Ibrahimin edhe për Ishakun e Jakubin thot Allah, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra ad-dar fa innahum indana lamin al-mustafain al-akhyar." Përkujto edhe Ibrahimin, robt e ton, Ibrahimin, Ishakun edhe Jakubin, që të kanë qenë të fuqishëm, po edhe me ndepret, vizionar, të menqur, të urt, dhe këna bo të jenë të sinqert. Për Isën, in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Edhe ai nuk është vetëm se robi ynë, të cilit I kena thonë shumë begati, shumë të mira, shumë nimete, edhe kena bo si shembull për bani Israilet. Besimi, imanit të pejgambert përmban në vete 4 gjana. E para, sikur që ka patëm për minace dhe për libra, e para, me besu, me bindje, pas një dyshim, se janë të dërguar nga ana Allahut, me të vërtetën. Çka kanë ardhur, ajo është e vërtetë. Kush e përgënjeshton librin e ndonjë pejgamberi, është si me përgënjeshtu krejt pejgambert. Argument, su argument mirë, u të mirë për thotë. Kadhabet qaumu Nuhin al-mursalin, e kanë përgënjeshtu populli Nuhit pejgambert. Qysh pejgambert? Çka tham Nuhit, çka është? Pejgamberi I parë. E qysh pejgambert shumës? Një e ki përgënjeshtu Nuhin, edhe ta cilë po vinë mas, edhe ata e ki përgënjeshtu. Një me përgënjeshtu si krejt. Pra me këto, thot, kristert e përgënjeshtojnë Muhamedit a.s. Me këto e përgënjeshtojnë krejt për pejgambert, po edhe Isën a.s. Një mës me besu si as një mës me besu. Qëfar ajeti? Kadhabet qaumu Nuhin al-mursalin, I kanë përgënjeshtru, populli I Nuhit I kanë përgënjeshtru pejgambert. Po s'ka pejgamber para tina? Po do në me thonë se një mos me besu, si asnjë mos me besu, mos me pranu se pejgamber. E dyta, me besu ata të cilë për cilët Allah na tregon me emën, me besu se ashtu me emën. Qyshon me emën, I përmend Allah 25 pejgamber, ashtu I besojmë. Për tjertë, ashtu qysh në mëson Allahu, pejgamber Allahut, pejgamber, nuk e dim. Ka shumë hadithe përmendet, ka qenë pejgamber për pejgamberve, nuk ka tregon emnin, se dim emnin. I dalon prej krejtve, I dalon 5, u idhe khadna min e nebijin e mithakam, o min mithakam, o minke o min Nuhin, o Ibrahim, o Musa, o Isa, bëni Merjem. Kena marë premtimin, besën, prej pejgamberve, para teje, prej teje edhe prej Nuhit, pra prej teje, prej Nuhit, Ibrahimit, Musës edhe Isës, 5, ulul azëm. Këta cilë dalon prej pejgamberve tjerë. Ose edhe ajeti tjetër, këto e vërteton, shara alekum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan, ju ka ligjësu
juve prej fesë, ato me çka ju ka këshillu Nuhin, edhe ato që kena shpall ty, edhe çka kena këshillu si vasjet Ibrahimit, Musës edhe Isës. Yaqimu dine wala tatafarraqu fihi. Ma në fen që duhet edhe mos u përqare në fe. Për ata pra thamë, çka nuk di, me emrat më përgjithshëm pejgamber Allahut. Allah po thot, në kad erselna rusulan min qablike minhum man qasasna alejk, minhum lem naksus alejk. Kena shpall, kena dërgu pejgamber para teje, për disa të kena tregu, për disa s'kena tregu. Për shumicën, po kthem të ajeti, çdo popull kena dërgu pejgamber. E dim i pari Nuhi, i dim edhe para fundit Isa dhe fundit Muhamedi alayhim selam ecmein. Mes Nuhit edhe Isës, Allahu alem. Ka aludot, edhe Albani bën si Hasan, po ma është se nuk dit sakt numri. Ka thonë 124.000. Por për 25 po na tregon Allahu, për shumicës po na tregon emrin. E treta, me besu, me bindje pas në dyshim, çka ka ardhur prej tyne. Tregimet e tyre çka kanë ardhur në Kur'an e besojmë pa kurfar dyshim. Por kjo po ndërlidhet edhe me pikën e tretë Kur'an. Tregimet e Kur'anit i besojmë, tregimet për pejgamber i besojmë. E katërta, me besu me ligjin e pejgamberit alayhis salam. Pejgamberve po tash na me pejgamberit alayhis salam. Fela wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima. Jo pasha Zotin ton, nuk kanë besu derisa nuk punojnë me ligjin ton, nuk të marrin ty për gjykues, me punu me ligjin ton, me shariatin ton. Edhe nuk gjejnë, doni mos knaci. Sa mirë lizi pejgamberit, o knaci. Dhe ju dorëzohen me dorëzim të plot Allahut subhanahu wa taala. Dobit frytet e besimit pejgamber është e para dia, e shohim ashiqare shihet rahmeti Allah subhanahu wa taala dhe kujdesi i tij për njerëzimin me dërgimin e pejgamberve, që me na tregu rrugën e drejtë, rrugën e Allah subhanahu wa taala. Edhe me na tregu se qysh me i bo ibadet Allah, pa pejgamberi s'kish me ditë qysh me bo ibadet. Allah po thot falu, qysh mu falu Allah, sa mu falu, qysh bëhet rukuja, qysh bëhet sejdja, qysh me najt më ul në tahiyat. E kështu me radhë, sepse këto nuk shkojnë me mendje, po këto i mësojmë përmes shpalljes, përmes pejgamberve, cilët janë demonstrues praktik të urdhrave të Allahut. E dyta, që është Allah falenderues, po me falendru Allahun për këto nimete. Gjithmonë çka e ceku, gjithmonë të e pas parasysh besim e bindje të plot, as për se afërmi s'munde me falendru Allahun sa meriton. E treta, me i desh pejgambert, me madhru pejgambert. Veçanërisht na duhet me desh Muhamedit alayhis salam, ma shumë edhe se veten, për tjerë të mos flas, edhe në rastin e Omerit, ja Rasulullah, ty du ma shumë se babën, se nonën, se gruan, se fëmin, vetëm veten e du ma shumë, me nërë të vjen i dyti. Ja, Omer, ja. Dush ma shumë dhe se veten. Ja, Rasulullah, pashallon, du ma shumë dhe se veten. E lanë, tash e bo tamam. Tash e plotësove. Edhe e shohim se janë devijum, kanë dalë krejt prej rrugës së Allahut, ata me zili, me inate, nuk i pranojnë, thonë qysh njeri me kon pejgamber, qysh sa thjesht përgjigjet Allahut. Po dhe ti je njeri si korone, qysh me të besu, qysh të pejgamber. Çka ki ti ma mirë se une? Çfarë logjike shejtanit. Uma mene annas e yu'minu idh ja'ahumul huda, nuk i ka pengu njerëzit me besu kur ka ardhur udhëzimi, illa en vetëm se kanë thonë e ba'atha Allah bashar rasula, Allah ka dërguar njëri pejgambera. Çfarë përgjigje Allahu Ekber. Kul thujo Muhammed,
لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. Kishin nes me laset, me qenë banor të tokës me laset. Kish me dërgu pejgamber me laset. Kish me dërgu njerëzve me laset. Prej llojit vetë të dërgojmë pejgamberin. Kish po lozikoni. Edhe me këto i bjen nuj Allah subhanahu wa taala këtë pretendimin e tyre se nuk mundet njeri me kon pejgamber, ata kanë pas prej inati, prej mendje madhësisë, qysh ty me të pranu tash për udhëhes, ti me më tërgu çka me bo, çka mos me bo, ti njerë unë njeri. Duhet me ardhë me lasja. Me lasja kisha pejgamber, ti shekon edhe ti me lasja. Me lasja s'me lasja. Shumë prej lojtë se me lasjet nuk ka nevojë se nuk din me këthy urdhën e Allah subhanahu wa taala. In antum illa basharun mithluna. Ajeti tjetër, jo nuk jeni tjetër vetëm se njerëz sikur se na. Turiduna an tusadduna amma kana ya'budu abauna. Vetëm se ju e keni qëllimin për ranë, jeni ju pejgamber. Allah nuk dërgon njerë pejgamber. Po doni me në largu prej ibadetit, idhujve të cilëve ju kanë bu ibadet të parë tonë. Babe babgjysh. Fa'atuna bi sultanin mubin. Benani argument fort që më ju besu. Qalet lahum rusulun pejgamberit ju kanë thonë, in nahnu illa basharun mithlukum. Po na jam vërtet njerëz sikur se ju. Walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi. Mirë po Allah jep nimet e dhunti atina ku i don prej robëve të tij. Wama kana lana an na'tiyakum bi sultanin illa bi idhnillah. Na nuk mundem me u pru argument vetëm se me lejet e Allahut. Na vetën se kena bu pejgamber. Allah na ka bu pejgamber. Allah na ka thonë këtë nimet, këtë dhunti, këtë begati ma të madhë që ka mund të me pas një njeri. Wallahu ta'ala alim, sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin edhe ju.